Hello! Mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Sot është dita për të bërë një make-up glam. Nëse jeni duke parë flokët e mi, jam duke u munduar të heq bojën e zezë dhe derisa të më dali pak, do mundohem të gjej një vend perfekt për t'i lyer flokët e mia. Kemi surpriza të bukura. Gati për të filluar me make-upin glam? Do vendosim qerpik sot. Më duhet t'ju falenderoj me gjithë zemër për klikimet dhe për videot që ju mi keni parë dhe mi keni komentuar shumë. Do vendosim këto qerpikët tu, shikoj sa të bukura. Kam vendosur primerin dhe jam duke e hapur tani. Për të patur një bazë të mirë të make-upit, duhet që të përdorni me patjetër primer ose një krem hidratues. Filloj me bazën, ju e dini tashmë cilën fondatin përdorum. Me këtë make-upin që jam duke bërë, do shkoj sepse kam një reklam tek një restorant shumë i mirë dhe do shkojmë realisht të provojmë ushqimet se si janë aty. Dhe videon time do ta gjeni në Instagram me review të sinqerta se si do të jenë ushqimet aty. Vazhdoj me konturin. Vendosa pak muzik dhe vendosa këto këngëterie që Fifi ka nxjerrë, më pëlqejnë aq shumë. Shifë sa bukur, gjithë fytyra është super. Fiksimi im të bëj make-up në muzikë. Do e hapi më mirë pudrën e thatë me këtë furçën. Një palet nga Too Faced. Kjo ka ngjyra super të bukura dhe ka vetëm ngjyra toke. Dhe një palet tjetër nga Too Faced, po me pink. Kjo ka vetëm ngjyra pink. Like a Barbie. Tani është momenti të vëmë qerpikët, por do t'i presim, jo kaq të mëdha, do t'i vendosim vetëm tek fundi i syrit. Ndërkohë syrit, para se të vendosim qerpikët, do ta bëjmë me një ngjyrë të lehtë që pasi të vendosim qerpikët mos na bëhen pisë. Sa bukur i vendosa një kafe të lehtë këtu. Ngjisim qerpikët dhe do ta përfundojmë syrin komplet pastaj. Këtë ngjitsin e qerpikëve unë e ble në Amerikë, nga kjo firma Duo. Edhe realisht është ngjitës shumë i mirë, qerpikët nuk lëvizin fare kur e bën me këtë. E lyejm pak këtu. E presim pak të thahet dhe pastaj vendosim. Ngjisim dhe tjetrin, mos e shihni kështu se është syri i paplotësuar. Me dy furça të tilla rregullojmë syt. Njëra është kështu, tjetra kështu. Syt do jenë surprizë. Kush është gati për këta sy? Shumë nice ka ndalë. Sot I dua buzët pak të
bardha këtu në mes, edhe ta shohim se do ta bëjmë. Unë në fakt kam të lip krem nga NYX-i, e cila është e bardhë në ngjyrë, mes bardhë nga gjitha që kam. Le ta provojmë. Asë që nga të është që të jesh prate mija. Mund të vendosim edhe pak fondati nëse e duam akoma më të bardhë. Ky është rezultati. A ju pëlqen? Ka dalë shumë i bukur, e adhuroj. Nëse doni më shumë video të tilla, më komentoni. Love you guys.